që është emigracioni. Po jo vetëm emigracioni, ne diskutuam edhe pak përpara, po është edhe gruaja shqiptare. Gruaja shqiptare nuk u lodh kurrë nga pritja. Nuk u lodh kurrë së qenë nën pas çdo sakrificave dhe së pasuri atë fisnikërin që e karakterizon. Absolutisht po. Kështu që është tekst goxha i fortë. U preka unë tani. Është e vërtet në fakt, është e vërtet. Shumë gjëra që ne i kalojmë pa i menduar në dijet e përditshme. Po të ndalesh pak zbulon një botë shumë zimshme. Absolutisht. Edhe me shumë gjëra që mund të mësosh. Sa herë ke qartë deri tani teksa e ke dëgjuar këngën apo ke parë reactions që njerëzit bëjnë? Kam qatë, tham drejtën, nuk më ka ba në i këngë me qa më shumë se kjo. Jo se ishte e jam, kjo ishte e jo gjë që nuk po arrisha të kuptosha, që ka mërë kjo këngë që më prek ka shumë, nuk e disha. Edhe një ka kanë pak situat pak gazmore me Desaren, sepse ne ishim po thuj se në deadline, edhe unë kisha për me finalizu këngën në 100%, sepse deri në dit ishte thjesht një demo. Dhe për me dorëzu, do bate strofa 2, do bate kur pa vjen majnan, pjesa fundit do paketote kënga. Edhe nisa në ditë komplet professional. U nisa kështu, qova nadi so do mbyllet kënga. Ula poshtë, morra kafen, me letër në dorë, me laps, ula të studio, se e kisha dama në krejt professional. Dhe kufjet, edhe tu e një me kafe. Lene që më goditi prap. Dhe fillon më dalin lot. Më dalin lot prap, edhe po shifë që s'po mundë me punu, ose s'po më lete, dhe më thanë vetëm më përfshite, nuk ishte shansë që unë taftoh, edhe ta shoh thjesht hadi se duhet mbaru puna. Më përfshite emocionalisht nuk ndalte. Qa bana nalim pa, se s'punosha do të. Qohem shkajt e Desare, për mi thonë që s'po mundë me punu do, shaf Desaren. Edhe ti tu qa. Nuk ishte kap të dyva dit, mo zot se di. Kush e di s'planet ka qenë në prapa vit. Po mirë që kishte kap ju dy, po na kapi dhe ne të dyve tani. Ne të dyve kurse Arteni qanë të pakten një herë në ditë. Ndoshta Arteni nuk ma fal që e thash. Po. E dëgjon çdo ditë edhe qanë të pakten një herë në ditë. Pa njëç boll, po kur e kam pa deson, e ti tu qa, po. Alice, për të bërë kështu një shkëputje të vogël, po që unë të kuptoj diçka për teje. Ky ishte një rast i veçantë që ti shprehje një plag ose një gjë të thellë shpirtërore, një ndjesi të kësaj natyre në muzikë apo e ke bërë dhe herë tjera? Që plagët i ke shprehur të muzikë. Ti jemi sinqert, unë e kam marrë thjesht pakten me shkruaj muzikë mbi diçka që unë e kam përjetuar vetë, diçka që unë realisht e ndjej, çfarë do lloj dhimbje, çfarë do lloj gjendje emocionale. E kam marrë thjesht për me e përçuar muzikë dhe unë t'jap atë maksimumin tem si artist, qoftë edhe nga ana e performimit. Por kjo ka kanë kryesorja. Absolutisht. Nëse do shkruaje një këngë në këto momente të jetës, për atë që ti po jeton. I tesh? Cilës doja dedikoje, pra cilës ndjesie? Ti jemi sinqert, duke të marrë komplet overallin e gjanave që i ka ndodhë, është diçka komplet energjike e gjanave që kthehen në realitet, edhe realisht u kthej kanë realitet. Dhe më thonë, mund kishte e kanë, ku di unë, besonin mrekulli, nallin, realisht ndodhin, mund kishte e kanë një temë mbi këtë gjanë, për momentin ku jam sot. Qa zhanëri mendojnë? Bukur kjo. Zhanëri? O, tesh më këtë zanë. Nuk e shoh do të ritmike unë. Absolutisht ndoshta mund kishte kanë edhe një balad majore, do ishte pak më jo minor, po e trisht, po në major pak më gëzueshme po them. Po ndoshta mund ta kishim futur edhe elementin funk me Rjetin, sepse Rjeti përveç se është një producent monster, është edhe një instrumentist i shkëlqyer, dhe Rjeti, domethënë, un kam fatin që punoj me Rjetin sepse tashmë problemi zhanrave për mi kthy në këngë me Rjetin nuk është një problem. E di që ai marron për me lujt funk, marron për me lujt çfarë do lloj zhanrit, edhe ai e zotnon. Por mendoj që mund kishim futur edhe disa fragmente funk. Bukur. Energjike. Nice, super. Për të rikthyer tek Nana dhe tek festivali i 64 në RTS, të cilin ti e fitove,
e prisje që të shkëlqeje? Po themi gjatë, ti ishe natën e parë apo natën e dytë? Ma kujto pak. Unë kam kënë natën e parë. Pra, prej natës parë deri në natën finale. Prej reagimeve, prej asaj që ti mund të kuptoje ose intuitës tënde prej gaforeje, a e prisje që mund ta fitoje apo shifje konkurrencë, nuk e di, tash patjetër se artistë mirë ka, nuk e diskutojmë sigurisht. Ishin shumë këngë bukura edhe në momentin që kënga doli dhe morri atë hovin e vet, u përqafu për njerëzve, mesazhe po mvishin pa fund. Deri diku unë paktën të Sara Arjeti e pame si ishte misioni arritun. Kjo ishte ajo kryesorja sepse realistisht ta thash më përpara, plani im ishte 10 vite dhe thash, pse po marr pjesë këtë vit që të paktën kjo të jetë jashtë, edhe të përqafohet. Edhe aty misioni jon më thojza për momentin, sepse s'dishim se çfarë do ndodh, ma vonë marroj, sepse arritëm atë që doshim. Njerëzit po pëlqeshin, njerëzit u dashuronin me këngën, ne morëm një satisfaksion, një energji për njerëzve që nuk ka çmim. Edhe deri aty ishte çdo gjë perfekt. Me kalimin e kohës, absolutisht. Ta kuptoj që mund të ketë një gjë më shumë këtu. Mund të ketë diçka më shumë, po ndoshta na çmim mund ta marrim, mund dalin. Po fitu të parën, po e mirë. Nuk Kur ishit në këto ujëra që po unë edhe po ta fitojmë, se dim. Fillove ta mendoje Eurovisionin apo jo, në atë moment jo ende. Ti jemi sinqert, unë kam këthënë, në momentin që unë kam përdalë në skenë për me performu një material që njerëzit po e përqafonin, nuk du t'i la njerëzit poshtë. Edhe kjo m'jep mu një farë përgjegjësie që unë jam këtu. Ja ty, në atë moment. Ta kry këtë herë, në qofë se unë bajat performancin që du, tjerat let vinë ose let shkojnë. Por kjo ndodh me mu, nuk ka se kam shumë të hapun atë pjesën e planeve, por ndjesit ishin, duke pa dhe përqafimin e publikut, why not, në qofë se vjen. Se në funditës publiku është mbreti, kështu që... Kjo ishte, thash, ne krymi misionin e parë që ishte përqafimi dashnia publikut. Dhe që... Për hir të së vërtetës, vitet do ikin, po kjo është ndjesia që ngelet. Se vitet ikin, apo si është ajo? Aty, se vitet ikin tutje, e ikin një nga një, se vajzët zbëhen plaka, rinia o nuk vjen më. Nuk vjen që më bërë. Dhe në fakt, kjo ndjesi është ajo që do të ngelet përjetësisht. Absolut. Ndjesia që ti e ke dhënë publikut, pavarësisht çmimit të parë, pavarësisht performancës dhe çmimit inshallah o zot në Eurovision, po ajo që do ngelet është goja. ajo që do të ngelet është ndjesia që absolutisht. Nesër pas nesër fëmijët e mi kur të rriten do të dëgjojnë makinë Alisin. Ti mos bën mu me qatesh, mos e mirë. Apo do të bëj me çajt dhe boll mbare ti me çajt më fal. Për çaj mojun këto. E pra një arsye duhet ta ketë. Një arsye të fortë duhet ta ketë pse i mban ato, kështu që. Çaj rahat më se më rvesh kush. Ai se i mirë po. Po pse keni kaq vështirë ta pranoni që Shani ishte këtu? Jam. Unë pse dallohem ajo? Jo. Kyç. Çfarë pret nga Eurovisioni? Çfarë mendon që do ndryshoj Eurovision në jetën tënde? Për zotin jam i thjesht. Ore, ne mirë që të kapëm tani dy para Eurovisionin, se pastaj kush kapte? Apo jo, e kam gabim, e? E ke shumë gabim, ta tha sa ardhë më qa bëhet tu, më qa këtë vënd mu, edhe realisht, është shumë si në shpi, si në disdisi ta tha ndryshe, jam super rahat. Nga Eurovisioni, e vetë një gja është që një gja që kam bëhet deri më sot. Pa i maksimumin tem, performanca të monohem me sa mundësi me kanë 10-10 edhe ka gjdu, sepse ka që kam dorë për me bëha. Thjesht du që shqiptarët të njihen sa do krenar me përfaqësimin që unë po baj. Kjo është misioni jem. Kjo është targeti i parë. Pastaj të tjerat, qofse do vinë, do vinë. Shiko, ne kemi të thjesht të bëjmë pyetje, se s'kemi përgjegjësi. Yes. Por a ndjen peshën e kombit mbi shpatullat e tua në këto momente shumë e rëndë. Kjo është që të thash. Dhe më thënë, në performancë mendojnë që duhet jetë kjo, apo do t'jesh i çlirët edhe
Nuk do t'i mendosh këto gjëra Të nuk mund ta themi. Ama se më bën përshtypje për shembull kur diskutohet edhe me çunat e kombëtares para ndonjë ndeshje të rëndësishme, domethënë që i vën pesha e stërpeshat më. Po jo vetëm para, po. Deri çunat të luajnë obur tash. Po edhe pas, nëse bën një gabim, unë kujtoj kur ka marr pjesë Aurela Gaçe në Eurovision, praktikisht e masakruan për atë notën që i shkoi keq. Për një notë. Për një notë, po. Ndërkohë që ishte bish në skenë dhe ishte edhe shtazan, ishte edhe pak shtazan. Por t'jem komplet i sinqert, absolutisht festivali ishte përfaqësimi jem, i Alisit, si këngëtar, si artist i ri, me një këngë të re, kaq. Adhon do përfaqësoja veten fundit edhe askën tjetër. Eurovisioni ka këtë peshën tjetër, si që tha edhe ti, që absolutisht që ndjej, por do mundohem që këtë peshë ta kthejnë forcë, sepse është një emocion shumë i madh, edhe këtë pyetje unë ta kisha kthy përgjigjen taman momentin që shkeli tek skena, domethënë provën e parë, aty e dalloj të ishte si do e përjetoj. A do ham vam, a do mgrin. Por që mundohem gjithmonë që komplet këto ndjesit, outputet e jashtme t'i kthejnë forcë. Domethënë përgjegjësitë e tjera mundohem t'i kthej në karburant, mundohem t'i marr për energji. Nuk më ka lënë bal deri tash për momentin. Për të kuptuar pak si funksionon Eurovisioni, nga pikpamja e infrastrukturës, nga pikpamja e organizimit, ta lehtëson apo të ngarkon gjatë provave? Se kam dëgjuar që provat janë shumë intensive atje, se janë shumë artistë nga të gjitha shtetet, edhe nuk është se ke të gjithë kohën tënde më të mundshme për të gabuar shumë edhe gjatë provave, se ke një numër të kufizuar. Tani nuk e di, mbase jam gabim, nuk e di, Ti jemi sinqert, nuk ka si di edhe unë më shumë se ti për momentin, sepse është herët, ne ideja është tesh për momentin vetëm po bëjmë skicën edhe plani tjetër nga A-ja te Z-ja. Por në praktik do vetë momentin që ne do shkojmë atje, edhe ajo është ai momenti që shohim skicën me ngjyra të shtja, është ajo që kena dashur me dal apo jo. Por si është kjo puna e veshjes që kishte përgatitur mami yt? Mami ka përgatit veshjen tek festivali i vjet, edhe tek dala jeme në Bullgari. E bani mami. Ajo më jep fatmar sa herë mvesh. Pra nuk e di, kam përshtypjen që nuk e di, ndihem kështu, si sigurt. Por që mami është, domethënë mami është artiste. Mami ti them artiste, domethënë ka dorë për çdo gjë. Mami është ai personi që çfarë do i ndihmë ti kërkosh, ajo e bën. Edhe absolutisht edhe me pjesën e veshjes mu më ka shoku, sepse unë gjithmonë isha aty se mami është edhe roba qepse. Unë isha ta në kohën aty rotu, si fmi i vogël, të i marrë copat, i treqa gërshanë, thote ku ma le, nuk e majnë me kap shumë banjo, ku di unë. Edhe kam pa komplet procesin që mami bate gjana çuditshme të bukura. Por absolutisht Eurovisioni vetëm për shkak të impenjimit, është një nivel veshjes shumë i madh, është edhe çështja e kohës, është edhe çështja e transportit, e provave, nuk ka se kam mujt që me bashkëpunu shumë me mamin për këtë projekt të Eurovizionit. Edhe pse do doja me zemër, por që prap inputin e vetë kaja, nuk rrin het shafir që ki bo. I marrë ato konfirmimet e saja, por që je kështu. Që zakonisht është konfirmimi vetëm për cilin e kemi ndonjëherë nevojë në jetë, kështu që patjetër që ti bën shumë mirë që e bën një lloj konsultimi përpara se të marrësh qoftë edhe vendime shumë të thjeshta në jetë, jo më në gjëra që kërkojnë goxha seriozitet. Normal. Për ta bërë përfundim. Shiko, më lejo të ta bëj edhe këtë pyetje. A ke frikë se mos zhgënjen dikë? Në qoftë se po themi ti mendon që performanca jote nuk është në nivelin që ti do. Absolutisht. Se ne mund të themi që ishe i shkëlqyer, po ti thua jo, sisha, nuk. Atëherë, unë të vetmi person, absolutisht janë personet që mu më japin qoftë edhe energji, sa do pak unë qysh aty kapin, qoftë edhe për jushma. Domethënë, këtë e kam me energjinë që më japni, absolutisht unë duhet bëj maksimumin që më dhanë mbrapsht. Edhe kjo është përgjegjësi për mua.
Dhe uroj që gjithë njerëzit që mu më kanë rrethu me energji të mirë, që më kanë ndihmu dhe më kanë dhënë të janë, kjo është e vetmja frikë që kam, që kjo mu më shtrydh për me bë për te limiteve të mia. Nuk duhet la kërkën bosh që më kanë ndihmu. Duhet të ignoroj. A të lodh ndonjëherë kjo angazhimi gjatë një situate të tillë sikur se është pjesëmarrja në Eurovision ku duhet gjithkohën të jesh publik, duhet gjatë gjithë kohës të ekspozohesh në mënyrë që të promovosh patjetër imazhin tënd dhe të gjithë të njihen me cili është përfaqësuesi i Shqipërisë, po kam përshtypjen në një pikë bëhet e lodhshme. Të lodh ty? Mund të ketë disa raste që mund të lodhem pak fizikisht, por t'jem komplet i sinqert, si është ajo shpreha, mu thaft goja, po thash diçka kundra, pse, sepse kjo jeta që unë kam ndru gjithmonë për me pas, dhe nuk mund të flas për asnjë gjë qoftë, është edhe lodhje, thamu zoti, kështu lodhem tani jetën. Ka edhe raste absolutisht, por është lodhja më e bukur mund të them. Si është një ditë e zakonshme e jotja? Mos e pyet tesh. Hajde pra. Mos e pyeti tesh. Po se ndonjë nerv gjatë ditës edhe mund ta kesh, se s'besoj që kaq i shet gjithkohën. Pa, kam një cop nervit. Po ço me batesh, ha. Po se s'du me bë kështu si xhanun i shekullit, por që domethënë kryesisht ditë shkojnë me shumë takime. Absolutisht domethënë se cili orar duhet të jetë një mas që unë t'jap maksimumin tem për çfarë do lloj gjaje që është. Por janë takime, intervista, është prova që unë i baj vetëm, pastaj prova dhe për pjesën e skenës, koncepti, përgatitja për se çështë thon diçka që nuk supozohet ta jap si lajm. Pa dashje, ja çështë thon pa dashje, ups, pshtova. Po pa dashje thuaj. Përgatitje, jo shiqur se thash. Kjo është dita jeme, vetëm përgatitje, takime edhe... Po qa ishte kjo që se the thu edhe njerë? A vëmë të e thonë kështu direkt, po ma është... Mirë, tani, pjesë e ditës son, e përditshmërisë son, është bërë patjetër edhe kënga Nan, të cilën ne juftojmë ta dëgjoni tani, qani çiksa. Edhe i kthehemi. Si u bën keq, nuk i bën keq, ka nga ata që e sugjerojnë si terapi, kështu që dëgjojmë Nan.